Pra janë disa pajisje të thjeshta të cilat njerëzit mund t'i përdorin për të ndjekur shëndetin e tyre, por këto pajisje mund të përdoren edhe për të ndjekur fjala vjen cilësinë e ujrave, cilësinë e ajrit. Pra janë pajisje të cilat në përgjithësi përdoren për atë që quhet shëndeti global. Kjo është pikërisht ajo që ne po punojmë në bashkëpunim edhe me partner nga gjithë bota. Fjala vjen në spitale, pjesë nga klinika, shumë e rëndësishme për diagnostikimin e sëmundjeve. Jemi në një projekt të madh për diagnostikimin e hershëm të sëmundjeve neurodegenerative dhe një projekt tjetër që ka lidhje me sëmundjen e cirozit, pra për diagnostikim të hershëm, si dhe projekte të tjera që kanë të bëjnë me diagnostikimin e ndotësve të mjedisit në ujra, në ajër. Pra ne merremi me këto materiale, nanomateriale të cilat krijojnë pajisje të reja, por edhe pajisjet ekzistuese mund t'i përmirësojmë sepse ka shumë interes që këto pajisje të jenë sa më eficiente, nga ana tjetër edhe me kosto të ulët, sepse në shumë aplikime ka shumë rëndësi edhe kosto e pajisjeve, sepse këto janë pajisje të cilat do t'i përdorin një masë e madhe njerëzish dhe nuk mund të shkojnë në treg në qoftë se kosto e tyre shumë e lartë. Pra shëndeti im është i mirë, mund të jetë një pajisje e cila është me rëndësi për të parë efikasitetin e trajtimeve mjekësore. Pra ideja është që në të ardhmen nëse shkojmë dhe blejmë disa ilaçe në farmaci, njëkohësisht ndoshta kjo paketë ilaçes të ketë brenda dhe sensorët në mënyrë që në shtëpi unë të ndjek dhe të bëj atë që quhet mjekësi e personalizuar. Kapacitetet pra janë, e keqja është që kërkohet më shumë investime në fushën e shkencës në mënyrë që pikërisht këto talente që kemi në rajon t'i mbajmë, të mos largohen, por edhe talente që janë jashtë të zonave tona apo dhe të tjerë të mund të vinë, që zonat tona të mos jenë vetëm atraktive nga pikpamja e turizmit, por edhe atraktive nga pikpamja e kërkimit shkencor, sepse shkenca mund të zhvillohet në çdo vend dhe rajoni është vërtet i mrekullueshëm nga pikpamja e kulturës, nga pikpamja e klimës, nga pikpamja e njerëzve dhe mund të bëhet vërtet një qendër atraktive për të bërë kërkim shkencor. Dhe kjo kërkon investime. Mbështetja që duhet t'i jap shteti në fushën e shkencës është shumë e rëndësishme. Dhe për të ardhur keq në zonën, në rajon, edhe Shqipëria dhe Kosova kanë një përqindje, domethënë, të asaj çfarë shteti dedikon shkencës dhe edukimit të shumë e ulët në krahasim me vendet e Europës. Pra duhet një investim akoma më i madh, sepse në fund të fundit gjithçka kemi sot, edhe këto zhvillimet e reja, inteligjencë artificiale, të gjitha kanë mbrapa shkencët. Nëse nuk investohet në shkencë, në edukim, domethënë ardhmja nuk është e sigurt. Shkencave të Shqipërisë për momentin është një qendër virtuale e cila bashkon, koordinon aktivitetet në fushën e nanoteknologjisë në gati 30 grupe shkencore që janë në rajon, në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut, por edhe grupet e tjera të asociuara, duke përfshirë Serbinë, Greqinë, Italinë, Izraelin dhe Spanjën. Ideja e Nanobalkan është që të koordinojë punën shkencore në këto trojet shqiptare, por dhe më tepra në zonën, në rajonin e Ballkanit, por në bashkëpunim edhe me grupet të tjera ekselente në Europë, sepse shkenca dhe sidomos shkenca e nanoteknologjisë kërkon shumë bashkëpunim dhe për këtë